أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Në këto minuta do të mundohem të përcjell disa mesazhe të ajeteve kuranore dhe haditheve pejgamberike me qëllim të këshillimit, me qëllim të përmirësimit, fillimisht vetveten tonë, pastaj për të gjithë juve. Në mesazhin e kësaj ligjërate do të bëjmë fjalë për dobësinë e karakterit dhe argument për dobësinë e imanit. Sepse ai i cili ka një karakter të dobët, s'ka dyshim se është një reflektim të imanit të dobët, sepse janë të lidhura ngushtë njëra me tjetrën. Besimi, imani, është fuqia mbrojtëse nga poshtërsitë dhe shtytëse drejt vlerave morale dhe drejt punëve fisnike. Ai i cili nuk beson, thjesht e ka poshtruar vetveten e vet. Ai i cili nuk qëndron në rrugën e Allahu xhalla xhelaluhu, ai thjesht e ka humb vetveten e vet. Prandaj Allahu xhalla xhelaluhu i thret robërit e tij që të jenë më produktiv, që të jenë më pozitiv, që të jenë më të dobishëm, fillimisht për veten, pastaj për të gjithë të tjerët. Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'anin e Kerim thotë kështu: O ju të cilët keni besu. E përmend dhe fillon shumë ajete kuranore. Allahu xhalla xhelaluhu i fillon në këtë mënyrë: Ja eyyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besu. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu, të dashur vëllezër, thotë kështu: Ja eyyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, o ju të cilët keni besu, friksojeni Allahu xhalla xhelaluhu dhe bëhuni me ata robër, me ata njerëz të cilët janë të sinqertë në fjalë dhe në vepra. Allahu xhalla xhelaluhu na drejtohet dhe na thot: O ju të cilët keni besu, friksojeni Allahut. Tash, ky ajet kuranor na hap shumë tema të tjera, na hap shumë elemente të tjera për të diskutuar dhe i trajtuar. Por unë do të mundohem që t'i përmend disa çështje për cilët mendoj se janë të rëndësishme. Allahu xhalla xhelaluhu thot: Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Thot Allahu xhalla xhelaluhu: O ju të cilët keni besu, friksojeni Allahut. Po mirë, ne a them që i kemi besu Allahut. Sot po të pyesim njëri tjetrin, pse jemi në këtë gjendje dhe a jemi musliman? Krejt thëmë se jemi musliman. Është pyetur një dietar nga një jo musliman dhe e kam pyetur, thot: A çdo sen që shpallet në Kur'an e vërtet? Thot po. Atëherë thot: Pse Allahu xhalla xhelalu u ka dhënë përparësi, u ka dhënë pushtet jo besimtarëve kundrejt besimtarëve? Dietari buzëqeshi dhe tha: E ke thonë të vërtetën. Pse Allahu ka dhënë përparësi jo besimtarëve kundrejt besimtarëve? Ndërsa Allahu në Kur'an ka dhënë mesazh se Allahu nuk ju jep pozit, nuk ju jep mundësi jo besimtarëve kundrejt besimtarëve. Thot Allahu e ka thënë Kur'an se nuk ju jep mundësi kundrejt besimtarëve, ndërsa ne jemi, thot, musliman. Thot jemi musliman, por këtë jemi në këtë gjendje. Por thot, për me qenë në gjendje më të mirë, duhet të jemi edhe një nivel tjetër. Thot duhet të jemi edhe besimtar. E cilët janë besimtar? Kush janë besimtar? Cilët janë ata besimtar? Dhe thot Allahu xhalla xhelalu në Kur'anin e Kerim, e përmend ky dietar islam, se cilët janë ata njerëz të cilët janë në rrugën e Zotit, cilët janë ata njerëz të cilët janë besimtar, po jo, ne mos themi vetëm se jemi musliman, por punët e tona, veprimet e tona, ti kemi të besimtarit, që të na takoj të themi me krenari se jemi musliman dhe jemi besimtar.
Imani ynë të jetë në zemrat tona. Për këtë arsye të dashur vëllezër dhe motra, Allahu Jalla Jalaluhu edhe përmes pejgamberit alayhi salatu wasalam na ka këshilluar dhe na ka edukuar, sepse edukatori më i mirë është pejgamberi alayhi salatu wasalam. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, pasha Allahun, ka qenë me sahabët, me shokët e tij, dhe thot pasha Allahun nuk beson. Pasha Allahun nuk beson. Pasha Allahun nuk beson. Dhe kanë thonë, ja Rasulullah, kush nuk beson? Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot ai nga të këqijet e të cilit nuk janë të sigurt fqinjet e tij. Ka shumë transmetime të ngjashme ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam që musliman i mirë është ai i cili nga dora dhe gjuha e tij janë të qetë njerëzit e tjerë. Pra në transmetime të ngjashme ka të shumta. Sot sa ndëgjojmë, sa shpifje, sa përgojime, sa thashë themi kemi për njëri tjetrin. Për këtë arsye, po e them gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit, po i potencoj këto elemente të moralit, po i potencoj këto cilësi të cilat duhet t'i ketë çdo besimtar dhe çdo besimtare. Është muaj i përmirësimit, është muaj i reflektimit të virtyteve të moralit, të virtyteve të islamit, të tregohemi të ndërgjegjshëm, të tregohemi të sinqert në çdo punë, çdo ibadet, çdo vepër, çdo fjalë, çdo këshill të cilën ne e bëjmë, çdo fjalë të namazit, çdo ibadet të cilën e kryejmë, çdo sejdë të jemi të sinqert në atë. Prandaj ky dietar i cili u pyet se kush janë ata besimtar të cilët Allahu Jalla Jalaluhu i ka përmend në Kur'anin e Kerim, dhe ky dietar islam e përmend dhe thot at-ta'ibun, thot ata të cilët pendohen. Është muaji i pendimit. Allahu Jalla Jalaluhu në surën At-Tauba e përmend këto cilësi të besimtarëve islam. Ata të cilët pendohen, ata të cilët falen, ata të cilët janë të drejtë, ata të cilët janë të sinqert, ata të cilët i përgjërohen Allahu Jalla Jalaluhu dhe përmend një cilësi të besimtarëve, thot ata të cilët urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Të dashur vëllezër dhe të nderuara motra, është muaji i përmirësimit. Fillimisht ta urdhërojmë vetveten tonë dhe ta këshillojmë vetveten tonë, pastaj ti urdhërojmë dhe ti këshillojmë të tjerët. Të fillojmë me vetveten tonë. Është muaji i përmirësimit, është muaji i reflektimit të vlerave të moralit të islamit. Të fillojmë ta përmirësojmë vetveten tonë. Ai i cili nuk fal namaz, të filloj bismillah, nuk mos thuaj inshallah, sepse inshallah do të thotë nëse do Zoti. Jo, Zoti don, por thuj bismillah, biidhnillah. Bismillah, do të filloj prej sot të fali namaz dhe filloj me fal 5 kohët e namazit. Filloj me dhon sadaka, filloj me dhon zeqat dhe kështu me radhë. Filloj me përmirësu raportin ton me Allahun. Kur Allahu është i kënaqur me ty, Allahu Jalla Jalaluhu i bën të kënaqur ato të tjerët me ty. Prandaj të dashur vëllezër dhe ju të nderuara motra, unë dëshiroj dhe lut Allahun Jalla Jalaluhu që të shloj rahmet, bereqet, mirësitë e tij mbi të gjithë neve dhe familjet tona dhe shtëpitë tona. Lut Allahun Jalla Jalaluhu që ta shtoj dashurinë ndaj nesh dhe lut Allahun Jalla Jalaluhu që ta mbjell në zemrat tona dashurinë për Islamin, dashurinë për Kur'anin, dashurinë për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Lut Allahun Jalla Jalaluhu të dalim nga ky muaj me mëkate të falura. Lut Allahun Jalla Jalaluhu që çdo vepër, çdo ibadet, çdo këshill, çdo mesazh të cilën mundohemi ta përcjellim tek të tjerët, lut Allahun Jalla Jalaluhu që ti kënaqur me ne dhe të na shënoj dhe të na paraqes ne për veprave të mira dhe të na shlyej gjunahet, të na shlyej veprat e këqija. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum.